Le të komentojmë bashkë performancat më të bukura që kemi dërguar ndonjëherë në Eurovision, duke filluar nga e para. Aniza Shahini, profesorëse jonë e parë në Eurovision në 2004, e cila fitoi fikun dhe për herë të parë, do të thënë komplet amator, besoj unë, duke qenë se ishte tek Ethet, arriti vendin e 7, vend që nuk arritëm ta kalonim për shumë vite. Pati një këngë shumë të bukur, shumë stil i lehtë, fun, edhe diçka që përgjithsisht nuk e kemi çuar më në Eurovision, domethënë, po ta mendoni, këngë të tillë, pothuajse s'kemi çuar më, edhe nuk e di pse se përderisa doli në vend të 7. Mendoj që është një këngë që kurdo që ta vendosësh e shijon. Kalimi në anglisht mendoj që ka qenë shumë i thjeshtë, shumë flawless, nuk ta vret veshin si disa këngë të tjera. Edhe bravo, dhe mendoj që duhet të rikthehet. Do thënë Aniza, nëse do ishte sërish në fushën e muzikës, mendoj që do duhet ta provonte sërish, kështu që është një nga të preferuarat e mia. Këtë video po mendojmë të bëj kështu shpejtësisht që nuk e se i kam rregjur shumë këto mendimet, por këto janë videot e mia të preferuara, kështu që ndiqni videon tjetër për performancën e dytë. Domethënë jo sipas